në këtë edicion do të ndiqni. Mbeturinat e mbledhura që nga vërshimet e janarit spojlën të qetë banorët e shtëpive në afërsi të lumit. Bajram Çuni është person i palëvizshëm që tash 8 vite jeton në kushte teje të mjerueshme. $273 alpinistë nga Kosova dhe Shqipëria pritën lindjen e diellit në pikën më të lartë të Kosovës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Që nga vërshimet e muajit janar në një pjesë të lumit Lukac, mbeturinat janë grumbulluar në një vend dhe po paraqesin shumë telashe banorëve që jetojnë aty pranë. Ata kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë, pasi po kanë të pamundur të lëvizin në lagje e të qëndrojnë në oborret e shtëpive të tyre. Një pjesë e lumit Lukac në Gjakovë vazhdon të mbetet i ndoltur nga sasi të mëdha mbeturinash, të cilat janë grumbulluar që nga vërshimet të mëdha të muajit janar. Gjendja po shqetëson banorët që jetojnë pranë lumit, të cilët ankohen për erën e rënd, praninë e insekteve dhe zvarranikëve, si dhe mungesën e intervenimit institucional për pastrimin e zonës. Ma sporti është erënat e mëdha që po janë, plus është për zvarranikëve, insekteve, do më thonë edhe Shqipërshin i vetë ju qërë që pese ka pas vërshime, këto së arë kush as me në këshyrë, mo. As në ka bot dëm, së arë kush me këshyrë këtë pjesë. Do më thonë pe ju ësë të kënëja se këshyrë kush këtë pjesë. Këta kujshit e kanë të njëtin shqetësim, po unë e kam dyqysh ma shumë se qëtu pëmë që në ra, pe vërshimeve ju në ra në nojë dhe nuk i bardë mbeturinat. Mbeturinat ju në mjetë këtë që të pëmë. Hamza thot se banorët dikur kanë tentuar të pastrojnë vetë lumin, por pas gjobave të shqiptuara nga inspektoriati, ata nuk guxojnë më të ndërhyjnë. Ma herët e pastrojshin vetë, po inspektoriati na ka denu, këtë kujshin, së do mos të këtu, agjën që ka, djallën e ti në ka denu, se o konë të i pastru mbeturinat për ujit, të i hek, të i qitë knejna, knejna këta ka fëtuar fut dikush, edhe më kanon inspektorat e ka denu. Edhe tash në s'kem guximin as me i prejkë, kush gjo heq këto puna e denimeve. Banorët kanë kërkuar vazhdimisht nga institucionet që të ndërmarrin masa për pastrimin e lumit dhe rregullimin e rrjedhës së tij, por sipas tyre deri më tani nuk kanë pasur veprime konkrete. Na kena bërë kërkesë për me kalu lotot, ishin lotot 2 dhe 3 për mu vazhdu me hap lumej. Kom bërë kërkesë, kom bërë nënshkrimet, ja kom jep kryetarit degës këtu në mallës tonë, po nuk ndërmirë kur gjo heq. Na kena unë për vete, folje që letëm vjen deti afër shtëpisë, letëm vetëm pastrohet që vend. Letëm pastrohet, letëm kam hapësirë me qetë drejtaren, me morë një ajtë pastër. Ata kërkojnë nga autoritetet që sa më parë të largojnë mbeturinat e grumbulluara dhe të gjejnë zgjidhje për derdhjen e ujrave të zeza. Gjatë fundjavës që lanë pas, 273 persona nga Kosova e Shqipëria unë gjetën në muajin më të lartë në Kosovë në Gjeravic. Kështu shënua një rekord i grupit më të madh që ka arritur muajin më të lartë të Kosovës gjatë natës. Qytetë që unë kam qef mja kushtu atyne e rojve tonë që në hapë, pa drejtësisht. Me mesazh prekës u karakterizua rekordi i ngjitjes në muajin e Gjeravicës. Me ndriçim në kokë, 273 persona nga Kosova e Shqipëria e ngjetën muajin më të lartë në Kosovë, muajin e Gjeravicës. Ata filluan ngjitjen në mesnatën e 20 dhe 21 qershorit, duke shënuar rekord, ku për herë të parë një grup kaq i madh njerëzish mbërrin muajin më të lartë kosovar gjatë natës. E në 2656 metra lartësi mbi detar u prit lindja e diellit, duke dhuruar një pamje spektakolare për të gjithë alpinistët. Drita e lindjes së diellit zbuloi edhe pamje mahnitese të maleve gjatë zbritjes së alpinistëve, pamje të cilat nuk mund t'i shihnin për shkak të errësirës gjatë ngjitjes. Maja e Gjeravicës me lartësi mbi detar 2656 metra gjendet në perëndim të Kosovës, në varg malit të bjeshkeve të Nemuna, që ndajnë kufirin shtetëror të komunës së Deçanit me Shqipërinë.
Për raste sociale, ne si medium raportojmë në vazhdimsi. Megjithatë, pamjet që do t'i shihni në vazhdim, të cilat pasqyrojnë jetën e Bajram Çunit, vështirë se i keni parë ndonjëherë. Të ndjekim kronikën e realizuar në lagjen Ali Ibra në objektin ku Çuni, i cili është personi paleveshëm, banon. 8 vite i paralizuar e pa asnjë ndihmë, Bajram Çuni përballet me jetën në kushte jashtëzakonisht të rënda sociale. Duke filluar nga dhoma ku ai është i shtrirë, korridori e duke përfunduar tek oborri, janë ambiente që nuk do t'i garantonin jetesën as kafshëve e aq më pak një personi që është edhe i paleveshëm. Renia jam lagja që tu një mojnë në punë mangë me pinë një oje në një cigarë në dishka. Çuni e kishte edhe një kërkesë. Kam kërkesë vëmë më Çunia për mjek, kam nevojë më mjeku, më shnosh, më shëru se unë se bajkit bërdak. E këta jernat edhe kushia po më ankuan dhe s'kan fej. Po thojnë jera, po unë jam invalid, unë s'unë e heki bëbur. Njëri nga banorët që ndihmon atë bëri thirrje që t'i ndalin në ndihmë. Ju lutna, ju bëj apel komunës, ju bëj apel të gjithë Kosova, kush ta shën këtë video, ne ta merr këtë djalë, ne ta çon në vend sigurt, ne ta llogaritin se sikur më kon dikush ndjem vet. Për shkak të kushteve të rënda, djali i tij 8 vjeçar po mbikëqyret nga motra e tij, ku ky i fundit është i vetëm dhe i harruar nga të gjitha organet kompetente. Nga rreth 118.000 votues sa kanë qenë të regjistruar në zgjedhjet e 7 qershorit në komunën e Gjakovës, të drejtën për të votuar kanë shfrytzuar rreth 35% e votuesve. Në vazhdim mësojmë cilët janë 5 kandidatët për deputet që arritën të marrin më së shumti vota në Gjakovë. Në komunën e Gjakovës, në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura me 7 qershor, gara për votën qytetare kanë nxjerrë në pa 5 kandidatët më të votuar. Në krye të listës qëndron Albin Kurti me 16.320 vota, duke u konfirmuar si kandidati më i votuar në komunën e Gjakovës. Pas tij renditet Klau Konjufca me 13.012 vota, i cili ka siguruar një mbështetje të fortë. Në vendin e tretë është Ardian Gola me 10.070 vota, duke u pozicionuar ndër kandidatët më të votuar në këtë proces. Mimoza Kusari Lila renditet e katërta me 9.995 vota, duke vazhduar të ruajë një përkrahje të konsiderueshme në këtë komunë. Ndërsa peshtën e mbyll Ardian Gjini me 9.032 vota, i cili përmbyll listën e kandidatëve më të votuar në Gjakovë në këto zgjedhje. Në zgjedhjet e 7 qershorit të regjistruar si votues në komunën e Gjakovës kanë qenë rreth 118.000 votues, ndërsa të drejtën për të votuar e kanë shfrytzuar rreth 35% prej tyre. Mbesim tek rezultatet e zgjedhjeve dhe ndjekim njoftimin më të fundit nga zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka proceduar me shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, pasi procesi mbetet i kushtëzuar nga përfundimi i shërtimit të ankesave zgjedhore. Sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, rezultatet finale do të bëhen publike vetëm pasi institucionet kompetente të përmbyllin trajtimin e ankesave dhe të marrin vendimet përkatëse. Ai gjithashtu ka konfirmuar se KQZ është njoftuar me vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, lidhur me 2 ankeset e paraqitura në këtë institucion që kanë të bëjnë me procesin e rinumërimit. Sipas afateve ligjore, paneli ka 30 kohë për të shqyrtuar dhe marrë vendimin për këto ankesa, ndërsa afati 48 orësh për paraqitjen e tyre tashmë ka përfunduar. Vena Mala është një re nga Gjakova, e cila ka arritur të marrë rezultate shumë të larta në testin për inteligjencë pranë institutit Atomi. Ky rezultat për Venën është shumë e rëndësishme për të arritur saqet që ja ka caktuar vetes. Nëse keni menduar se gjenit janë larg nesh, atëherë duhet të njiheni me Vena Malën. Vajza e qytetit tonë, së fundmi është shpallur zyrtarisht atomiste. Në testet e inteligjencës, 15 vjeçarja arriti rezultatin maksimal për 143 pikësh, një shifër jashtëzakonshme që tregon se ajo performon më mirë se 99.8% e bashkëmoshatarëve të saj. Ndjesinë të qenit një atomiste e tregon vetë Vena. Fillim jam vënu shumë rezultatet, se në kom majt testin mars dhe u dashë për idejnë qershor.
Po nëna ka marrë vesh që ka më dalë me 8 qershor, edhe më ka thonë që ka më dalë 15 që mësë me pas shumë stres. Kur më ka thirrë që janë dalë rezultatet, njerë kom dash me ite ata që nuk kem pranu, se nuk isha shumë e sigur që mu i më pranu, se është një shifër shumë e madhe. Po, kur e kom marrë vesh, kom fluturu pikëzimi, kom njës me qajt pikëzimi, edhe më konë qatë shkrenar me vetën, sa lënë nuk më i besu ta mën që më shpallë. Zgjuarësia venës u dallua që në fillim. Ajo kaloi direkt nga faza e parë në fazën e tretë të testimit. Është një shifër e madhe që më marrë pikëve për me dalë për fazës parë trete me pikë maksimale. Nuk e kom di çka është ai test, dhe kur kom hi herën e parë, kom mendu që bile 120 pikë më i kalu fazën e parë kam i marrë, por kur e kom marrë vesh i kaloj 145 pikë, ka qenë edhe ai gëzim shumë i madh, dhe alot ka herë thom qysh mujta çka shumë edhe se kom prit që më ma kalu deri këtu. Ky sukses është vetëm hapi i parë. Tani Vena është gati të ndjekë ëndrat e saj më të mëdha. Gjithmonë e kom pas mjekësin, po një ndër jemi me shku me studiu jashtë se kanë literaturë shumë të fortë, edhe me marrë krejt atë literaturë që e marrë atje, me marrë me i pruktu në Kosovën tonë, edhe me bo Kosovën me një ardhë ma lë më të mirë. Sot një atomiste, nesër ndoshta një histori suksesi që do të kaloj çdo kufi, duke na bërë krenar të gjithëve si vajza e këtij qyteti. Ndër tregjet më të vizituara e veçanërisht të hënave është tregu i Dardanis. Ekipi ynë qëndroi sot aty për të kuptuar se si qëndron situata me produktet që shiten aty, si dhe çfarë mendime kanë konsumatorët për çmimet e produkteve. Pemët dhe perimet janë ushqimet të freskëta që konsumohen çdo ditë. E për lohatin e çmimeve të tyre foli tregtari Agim Lahaj. Situata me çmime është si gjithqysh. Her ma lirë, her ma shtrejt, her ma si para s'ka populli. Prodhimet shumicën i kom mijat, bylmet kom tamt, spanakin temin, qepën e re temin, kaçavesat mit, domatja gati o dal. Apo ka mashtëri? Nuk ka, si dit. A i tha që edhe pse fitimet janë të mira për shkak të vetë prodhimit, përsëri të rinjt e duke përfshirë edhe djalin e tij, preferojnë të migrojnë. Llogaria është ma mirë me pas me punu, po nuk duhet me punu rinia, duhet me ish me dal jashtë. Se me punu, është janë fitimet ma të mira, po nuk duhet me punu rinia, po kanë qef me dal jashtë, se atje i përt nona baba atje, i përt të rakopi, e kom në djallin me fakultet dhe dal ka punon atje, sa me majt veten. Dukuria lohatjes së çmimeve të produkteve bazë vjen si pasojë e gjendjes aktuale të politikave ndërkombëtare që prek tërthora si xhepat e qytetarëve dhe shpeshherë detyron të rinjt për të menduar emigrimin nga shteti i tyre am. Në mënyrë që të shënohet unikaliteti i çdo individi, data 22 qershor njihet si dita ndërkombëtare të jesh vetja. Për rëndësinë e të qenurit vetvetja na njeh psikologe Leonita Koshi. Në një botë plot me filtra, ku shpesh duhet të shtirë si dikush tjetër për të pranuar në shoqëri, sot maskat duhet të bien. Sot bota shënon ditën e të qenit vetvetja, një thirrje globale për ta pranuar veten pa kompromis. Por sa e vështirë është të jesh autentik dhe pse zgjedhim të fshihemi, për këtë na flet psikologja Leonita Koshi. Qenurit vetvetja kërkon guxim, sepse duhet ta njohësh veten, sepse ne vim me një background, të cilin e kemi marrë qysh nga fëmijëria e hershme, e kemi përballë dy sfera, që kemi sferën e të qenurit vetvetja, gjërat të cilat ne i duam, po kemi edhe sferën që kemi marrë nga familja ose nga të tjerët. Edhe shpesh to dyja kur takohen, shkaktojnë konflikt me njëra tjetrën. Por cilat janë kostot që njeriu duhet të paguajë nga frika e tërqenit të ndryshe, i tregon psikologja. Sot kosto më e madhe është shëndeti mendor. Ajo të cilat më shumë t'i preket janë problemet të cilat i hasin vazhdimisht, kam frika, kam ankth, kam strese të ndryshme të cilat as vet nuk i dinë se nga vijnë, po thelbi qëndron këto. Nëse çmimi i maskave është kaq i lartë, psikologja tregon si të fillojmë ta thyejmë këtë cikël dhe të guxojmë të jemi thjesht vetvetja. Nuk mundemi me qenë dikush kur nuk e njeh ose kur nuk e din se kush je. Puna e parë duhet të njohja me veten, puna brendshme, edhe kur ti e din se kush je dhe çfarë dëshiron, atëherë shumë e lehtë ti bësh ballë të gjithave. Në fund, zgjedhja mbetet mes të qenit një kopje për të tjerët apo një origjinal në paqe me veten.
Në ditën e të qenit vetvetja, mesazhi është i qartë. Guximi për të qenë autentik mbron shëndetin tonë mendor. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vije. Para se të ndami të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Mbeturinat e mbledhura që nga vërshimet e janarit spojlën të qetë banorët të shtëpive në afërsi të lumit. Bajram Çuni është person i palëvizshëm që tash 8 vite jeton në kushte teje të mjerueshme. $273 alpinist nga Kosova dhe Shqipëria pritën lindjen e diellit në pikën më të lartë të Kosovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.